Për të flasin shumë kohët e fundit, dhe më shumë për jetën e vështirë në fillim dhe eksperiencën e suksesshme pak më vonë. Si Luiz Marishta, në Itali duan që t'jenë të gjithë. Webi mund të ofroj mundësi të mëdha për të fituar, por duhet të dish ta shfrytëzosh. Këtë bëri Luisi nga Shqipëria, që u nis nga asgjë dhe në pak vite u bën networker më i paguar në Itali. Ka kaluar shumë peripeci në jetë, derisa ju dedikua kësaj rrugë të re. Eksperti ka studiuar mekanizmot dhe ka individualizuar rrugën e vërtet për të marrë përfitimin më të madh. Sot, profesionisti i internetit fut në xhep plot 150.000 euro në muaj, dhe këtë eksperiencë e ndan edhe me lexuesit dhe gazetarët që kanë qenë të shumtë ditët e fundit. Ai lindi në Shqipëri 30 vite më parë. Babai e braktisi familjen kur ai ishte i vogël, dhe nëna duhet të përballonte vështirësi të mëdha, sepse kultura shqiptare ishte e mbyllur që të pranonte një nën me një fëmijë të vogël. Për të ecur përpara, ajo pumonte në 3 vende dhe angazhohej nga mëngjesi në mbrëmje. Luizi përpiqej të bënte me të mirën, të sillej mirë që të mos sillte probleme, duke mos u bërë pjesë e halleve të nënës së tij. Vështirësitë ishin gjithmonë më të mëdha. Kishte raste që nuk kishin për të ngrënë. Ndaj Luizi me nënën shkuan në Itali kur ai ishte 11 vjeç. Në fillim u drejtuan te Caritas dhe më vonë kur ishte 14 vjeç, ai u detyrua të braktisë shkollën për të ndihmuar në buxhetin familjar. Djaloshi gjeti punë si kopshtar me 4 euro në orë. Pak më vonë ishte viktimë e një aksidenti në punë, por pa u ndihmuar nga askush, sepse punonte të zezë. Mori shumën prej 1.000 eurosh nga punëdhënësit e tij, por kostot e spitalit shkuan 25.000 euro. Në këtë moment, ai dhe Ema patën periudhën më të vështirë të jetës së tyre, dhe djali u betua se kjo nuk do t'i ndodhte më. Kështu, në moshën 24 vjeç, ju desh të shpikte diçka. Djaloshi e dërgoi CV në disa ndërmarrje, por askush nuk e merrte. Kjo ndoshta i dha një spunto, motivimin për të shkruar një tjetër kapitulli në jetë. Pikrisht, në 2016 erdhi kontakti me marketingun në rrjet dhe menjëherë filloi të eksperimentonte online. Pasi punoi me mishe me shpirt dhe shpeshherë në mënyrë vullnetare, filloi të kapte sukseset e para. Me punën e tij sot, i ka lejuar së ëmës që të mos punojë më dhe të kthehet në Shqipëri. Luizi ndërkohë ka marrë shtëpi të re, duke mbritur tek ëndra e vet. Ai e di shumë mirë se çdo të thotë fillosh nga zero, nuk ndalon asnjëherë në besimin tek ëndrat e veta dhe duke vënë gjithë energjitë për arritjen e suksesit. Sot jep edhe leksione praktike se si duhet sillesh në botën digjitale dhe për të përballuar e të kesh sukses në atë biznes. Sot ka filluar të hap kurse për të ndarë me të tjerët eksperiencën e vet.